Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja. Një ngjarje tronditse ndodhi më 6 tetor 2025 kur gjyqtari i apelit Astrid Kalaja u vra gjatë ushtrimit të detyrës në ambientet e gjykatës apelit në Tiranë. Ky akt i rënd solli reagime të shumta të politikanëve dhe institucioneve dhe qytetarëve. Vrasja. Çfarë është vrasja? Vrasja është veprimi i marrjes së jetës së një personi nga një tjetër në kuptimin juridik dhe moral. Ajo është një nga veprat më të rënda që një njeri mund të kryejë sepse cënon të drejtën themelore të jetës. Në thelb, vrasja është një akt që ndon çdo shoqëri në çdo sistem ligjor, sepse shkatërron jetën, paqen dhe rendin shoqëror. Vrasja është një akt që bashkon 3 dimensione të ndryshme: ligjin, moralin dhe filozofinë, në një pikë të përbashkët të një e jetës njerëzore. Ligji e ndoshkon, morali e dënon dhe filozofia pyet pse ndodh. Në çdo rast ndodh një tragjedi e thellë njerëzore që ndikon në ndërgjegjen e shoqërisë. Çfarë është një gjyqtar? Është një person zyrtar i sistemit të drejtësisë që ka kompetencë ligjore për të shërtuar dhe vendosur mbi çështjet gjyqësore, për të zbatuar ligjin dhe për të dhënë drejtësinë në emër të shtetit. Ai është figura kryesore e gjyqtarit që garanton se ligjet zbatohen në mënyrë të drejtë të paanshme për të qytetar. Një gjyqtar është zëri i ligjit dhe ndërgjegjja e shtetit. Ai mban përgjegjësinë më të madhe të ndajë drejtësinë nga padrejtësia, të mbrojë të pafajshmin dhe të ndëshkojë të fajshmin, duke ruajtur dinjitetin dhe humanizmin. Vrasja e një gjyqtari. Çfarë është në terma të përgjithshëm? Vrasja e një gjyqtari është akti i heqjes së jetës së një personi që ushtron funksionin e drejtësisë. Në shumicën e sistemeve ligjore konsiderohet vrasje e rënduar për shkak të statusit të viktimës dhe rrethanat që shkelin të thellë rendin publik dhe pavarësinë e gjyqësorit. Sulmi ndaj një gjyqtari në detyrë shkel